Mirëserdhët dem të dashur në Letra të Fej, një Diana, do bëjmë leximin e juaj të radhës. Leximin e kam ndarë në 2 pjesë, 3 letra të larta, po rendi parë është për punë, ekonomi, karrierë, çfarëdo që ketë të bëjë me sigurinë ekonomike, dhe letrat poshtë janë për dashuri, që dhe këto i kam ndarë në lidhje, ata që janë bashkë, beqarët dhe ata që presin apo duan një ribashkim. Të dashur dem, kjo është një nga të shtrije që flet për shpërblim pas durimit. Për një kohë të gjatë mund të jeni ndjerë sikur po eci me hapa të ngadalt, ndërsa të tjerët po vrapojnë. Mund të keni parë njerëz që arrin gjëra më shpejt, marrin mundësi më shpejt, ose duket sikur fati u buzëqesh atyre dikujt tjetër më shumë. Por këto letra tregojnë që diçka demi e haron shpesh. Ju nuk ndërtoni dem për sot, ju ndërtoni për të nesërmen. Dhe kur demi ndërton diçka, mirë, ajo zakonisht zgjat më shumë se entuziazmi atyre që nxitojnë. Kjo shtrije flet për shpresë, kontroll, mundësi të reja dhe një periudhë ku shumë gjëra fillojnë të marrin formë. Por gjithashtu flet për disa betejë emocionale që duhet të zgjedhur para se të ecni plotësisht përpara. Puna dhe karriera, gjithçka fillon me yllin. Dhe kjo është një nga letrat më të bukura që mund të dilte në këtë pozicion të dashur dem. Ylli vjen pas stuhisë, pas zhgënimit, pas periudhave kur ke menduar, ndoshta nuk do të ndodhë. Ndoshta nuk do t'ja dalë. Por tani energjia ndryshon. Për shumë prej jush, po lindë një shpresë e re, një ide e re, një mundësi e re. Një projekt që fillon të duket më realist. Kjo është letra që thotë, mos e humb besimin tani. Je më afër se sa mendon. Mbreti i shkopive. Kjo është energjia e liderit. Energjia e liderit. E dikuj që nuk pret që gjërat të ndodhin. A i bën të ndodhë. A i bën pra të ndodhin. Për shumë dem, kjo periudhë kërkon më shumë se guxim. Më shumë guxim, më shumë iniciativë, më shumë vetbesim. Sepse duket sikur keni një ide ose një mundësi, demi që mund të japë rezultat, por ndoshta ende po prisni momentin perfekt. Dhe mbreti i shkopive po ju thot, momenti perfekt zakonisht nuk vjen, duhet ta krijoni vetë. Pra, është mundësia tani, jo më vonë. Dhe të dashur është asi i monedës në dorë diçka të madhe. Dhe këtu vjen pra letra që vëlos gjithë energjinë tuaj. Asi i monedës është një ide re, një mundësi re, një mundësi reale, potencial, një derë re, një fillim që mund të sjellë përfitime konkrete, punë, një ofertë, investim, një klient ose një mundësi financiare që është goxha premtuese. Por se si çdo as, kjo është mundësia, duhet kapur të dashur demi. Nuk mjafton të shikosh derën, duhet të hapësh. Në përgjithësi, puna dhe ekonomia duken shumë mirë, ka shpresa, ka drejtim, ka mundësi reale, ka potencial real për përmirësim dhe arritje aty ku dëshironi. Dashuria është intuita për ata që janë në lidhje del krye pritëresha. Kjo tregon se jo gjithçka po thuhet me zë të lartë. Ka ndjenjë, ka mendime, ka intuit. Por jo gjithmonë ka komunikim të plot. Duket sikur njëri ose të dy partnerët po mbajnë diçka brenda vetes. Jo domosdoshmërisht sekret, demi, por gjëra që nuk po shprehen. Kjo letër këshillon të dëgjoni më shumë, jo vetëm fjalët, por dhe heshtjen. Sepse ndonjëherë tregon më shumë. Heshtja tregon më shumë.
pesë të shpatës, që është për beqarët. Dhe kjo më tregon se disa prej jush ende mbajnë një histori që nuk ju ka lënë plotësisht të lirë. Një ndarje, një zhgënjim, ndoshta një situatë ku ndiheni sikur askush nuk fitoi. Kjo është letra që thot: ndonjëri të fitosh debatin dhe të humbasësh paqen nuk është fitore. Pra, si ja vlen Bara Qeran, duket sikur universi po ju kërkon të lini pas konfliktet e vjetra, jo për personin tjetër, por për veten tuaj, që të mund të jeni gati për një hapësirë, apo ta them, sepse zemra ka nevojë për hapësirë që të hyjë diçka e re. 4 të monedhës, për ata që mendojnë për ribashkim, kjo është një letër interesante. Ta them, ajo tregon dikë që ende nuk e ka lëshuar plotësisht situatën, dikush mban ende e ruan, ende nuk është gati për ta lënë pas, por ka edhe një paralajmërim. 4 monedhës ndonjëherë tregojnë se po mbajeni fort pas diçkaje nga frika e humbjes. Dhe pyetja që shtrojnë këto letra është: po e mban sepse e do, apo po e mban sepse ke frikë ta lësh? Për disa prej jush ka ende ndjenja, por duhet parë nëse kjo histori ka ende jetë apo vetëm kujtime. Sa do ketë bashkim është më shumë e shikoj që janë mendime se sa një realitet. Do thot, sidomos njëri nga ju e do më shumë se tjetri. Do thot, si që themi, në tango duhen dy. Demi është një shtrije që flet për mundësi. Në punë dhe ekonomi shohim rrugë që po hapen. Ylli sjell shpresë, mbreti sjell veprim, asi sjell mundësinë konkrete. Në dashuri energjia është më e thellë. Kërkohet sinqeritet. Kërkon shërim për ato që ke përjetuar. Dhe kërkon të kuptoni çfarë po mbani ende në zemër. Ja vlen apo s'ja vlen. Mos lejoni që frika e së kaluarës t'ju pengoj të kapni atë që po vjen. Jeni në një periudhë themi ku mundësitë janë reale, por kërkojnë guxim. Besoni më shumë tek vetja. Dëgjoni intuitën dhe mos keni frikë të hapni një derë të re, vetëm sepse një derë vjetër ju ka lënduar dikur. Erdhja duket shumë më premtuese se sa e mendoni sot.